Kemi në studio për të folur mbi politikën dhe zhvillimet nga gjyqësori. Unë kam në lidhje drejt për drejt gazetarin Poli Hoxha, drejtues i Alfa Press Pikant. Poli, shumë faleminderit që e më ne kënaqësi të bisedojmë. Faleminderit ju. Poli, po nis bisedën nga paraqitja e Berishës, si rrjedhoi paraqitjeve periodike pranë Spakut, pati akuzën drejtim të Altin Dumani. Çfarë po ndodh me dosjen e tij dhe kemi parë praktikisht çdo politikan që të merret në procedurat me po themi studiet personale me prokurorët ose gjyqtarët, por jo shumë me argumentet e dosjes. Çfarë do të përshtypje? Ajo që ndodh që çdo 2 herë në muaj, të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaj, që ka masën e paraqitjes zoti Berisha, ose dhe pastaj kur ka ndonjë gjyq që në fakt nuk ka shkuar vetë deri tani, as në ballafaqimin me zotin Taulant Balla, që u kërkua nga këta vetë si dëshmitar, ndodh ajo që është thelbi i të gjithës. Aty shikojmë gjatë gjithë ditëve, gjatë gjithë orave 12, aktivitetit të madh të zotit Berisha që godet narko-regjimin, godet gjithçka, domethënë, dhe sa herë që paraqitet atje, shikojmë Berishën e vërtet dhe pse ka nisur gjithë kjo histori në Partinë Demokratike, që godet SPAK dhe pastaj për strategji godet pikërisht prokurorin, që në periudhën e tij se në fakt nuk ishte as ai vetë, ka qenë kraja, po dhe sot dhe krajën e përmendi, godet prokurorin dhe gjyqtaren e çështjes së tij që ka tashmë në gjyq, që de facto me logjik ç'kishte për t'u bërë nga ana e prokurorisë, tashmë është gjykata, ai duhet të merret me procedurën në gjykatë. Por i gjithë thelbi është delegjitimi i drejtësisë, dhe nga pikpamja gazetareske që më pyetën sepse kjo vihet tërë gjithandaj, në fakt kjo është një strategji e gjithëve të akuzuar për korrupsion dhe që në fakt ca ju ka nisur që të godasin pikërisht prokurorët dhe që ju kanë nisur çështjen. Pra, strategjia është që të delegjititojnë të paktën publikisht, sepse gjithçka e vendos gjykata, të delegjititojnë mënyrën hetimi që në gjenezë. Jo provat që janë gjetur rrugës, por njeriu lajmësin ose njeriu i cili ka mbledhur provat bashkë me kolegët e tjerë aty të BKS e tjerë. Dhe këtë njëjtën gjë po të shikojmë bën në zoti Erion Veliaj, merret gjithë ditën me prokurorin, edhe madje e ka çuar, Veliaj është treguar më, si do të thosha, më fair në pikpamje procedurale ose ligjore, sepse e ka çuar në gjykat. Sot e pyetën disa herë zotin Berisha, madje kolegja jon që punon tek ju Anila, ke një muaj që e mban këtë dhe po konsumon moskallëzimin e krimit, që është vepër penale, një njerëz që ka të dhëna, ka dokumenta për një krim, por i përdor vetëm politikisht edhe për të sulmuar, por nuk bën detyrën siç e kërkon ligji ose siç ta parashikon ligji që të shkosh edhe ti depozitosh atje. Pra, e gjitha kjo është po t'i vëshret gjithë pa përjashtim, nga pikpamja juridike e betejës së tyre juridike nuk merren me faktet, por merren me prokurorët apo gjyqtarët që kanë në dorë faktet e mbledhura. Kjo është e para, dhe e dyta, shikojmë domethënë një tashmë të kristalizuar që gjithë të akuzuarit për korrupsion, që buja është e madhe sepse ne gjithë merremi me ata. Për 10-15 kokra, domethënë bëhet nami çdo ditë, nga të dy krahët, që janë nga të dy krahët dhe ndoshta edhe më shumë, po jo ndoshta, po më shumë, shumica janë nga krahu i mazhorancës. E gjithë ideja, e gjithë propaganda bëhet për të nxjerrë ta viktima të SPAK-ut, të GKK-s, dhe njëkohësisht për të krijuar një lloj empatie me publikun. Kërkojnë po ta vëshre, kërkojnë në ndonjë rast keqardhje, në raste të tjera pafajësinë, e kërkojnë tashmë tek populli, e kërkojnë tek publiku. Dhe kjo është një strategji e qartë për të gjithë, po ta vëshre. Ne pam seancën e zotit Veliaj aty me aktorët, nga ana tjetër zoti Berisha
e shoqëroj gjithmonë një grup i gatshëm nëse mund të quhesh me gra pak në moshë apo dhe të tjerë, ti e eroj, ti ke bërë këtë, ti kshu e duhet trokasin. Pra, një lloj show edhe të gjithë të cilët po përpiqen që përballë procesit që duhet një proces që nuk e shmangit dot, po përpiqen të marrin zemrat apo keqardhjen apo më shumë empatin dhe përpafajësinë sikur janë viktima të këtyre prokurorëve apo të kësaj strukture, të këtyre strukturave, sikur janë viktima të tyre. Nuk kanë asnjë lloj ndjese ose asnjë lloj qoftë prej shtetarit që thonë po unë do shkoj do përballem aty në gjykat, do marr avokat më të mirë, do t'i çmontoj provat, t'japi pafajshur, por lozin me emocionet. Më duket një betejë e kotë, e pafituar, pavarësisht se i kanë gati të hapura të gjitha mediat në këtë betejë, por dhe vetë kanë staturën, sepse njeri është kryeministër, tjetri është kryetari i Partisë Demokratike, s'dua t'i themi opozitës, se ka shumë pjesë të opozitës që nuk e pranojnë, që janë në partinë opozitë nuk e pranojnë, po i kryetari i partisë më të madhe në opozitë, sepse çfarë do të thotë Xhoj? Pse është betejë e humbur kjo me popullin, me publikun? Sepse njerë ka një kohë të gjatë dhe gjithë qose bëdhe një analist përgjithme, jo të një njeriu të thjesht, thotë bën një pyetje të thjesht, po mirë, kush e ka katadisur Shqipërinë? Këta kanë qenë njëri tjetri, e ke parasysh ose me rotacion në pushtet. Një, e para, e dyta. Mos harrojmë që po këta e kanë ngulitur në popull dhe e kanë ushqyer këtë perceptim negativ që është për këtë klasë politike që sot po përballet me drejtësinë. Sepse duket sikur harrojnë, por kur ka fushata, kur ka përplasje në parlament, atë çfarë si thon njëri tjetri, i thon më shumë se çu thot Spaku sot. Apo jo, i thon vrarë, vjedhur kaq, i marr me trafik, i mban mend ti për shembull, sot janë aleat me Ilir Metën, po çfarë si thoshin njëri tjetrit në parlament kur Ilir Meta ishte kryetar kuvendit, apo jo? Sali Berisha, Ilir Meta dhe kshu anasjelltas. Dhe kur vjen puna për shembull gjatë fushatave, po dhe më pas, çfarë sot Edi Rama për Sali Berishën, çfarë sot Sali Berisha për Edi Rama dhe të vetë të tjerë, dhe militantët e tyre po që janë ushqyer me këtë retorikë, por dhe gjithë populli është ushqyer, që çrëndsi ka se gjysma akuzon tjetrën dhe tjetra akuzon gjysmën, po perceptimi është ngulitur aq shumë që këta janë vërtet njerëz që kanë bërë në mos gjithë ato që akuzojnë njëri tjetrin, kanë bërë gjëra që për të paktën duhet ta shpëlajnë veten jo tek populli shqiptar tashmë, se populli shqiptar ju ka dhënë të gjitha. Edhe demokratët dhe socialistët dhe Belindës dhe Sali Berishës dhe Ilir Metës dhe Edi Ramës dhe Erion Velis, ç'a mundet socialistët populli shqiptar ju ka dhënë.